أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, e falënderojmë Allahun që na zgjodhi dhe na bëri musliman. E falënderojmë Allahun që na dha ymër me emri këtë Ramazan. E falënderojmë Allahun që na dha mundësi me e kalu gjysmën e Ramazanit. Dhe lutim Allahun e Madhëshëm që të na ndihmon që të arrijmë edhe fundin e Ramazanit me gjunahet faluna, me shpërblimet mëdha dhe me fitimin e xhenetit Firdaus insha Allahu Teala. Lusë Allahun e Madhërishëm që Allahu të gjithë neve që jemi këtë xhami të na mbulon me mëshirën dhe bekimet e Tija, na i fal gabimet dhe mangësitë tona, t'i fal prindërit e tanë, t'i fal këtë muslimant e muslimanet, besimtarët e besimtarët që nga dita e parë e Islamit e deri ditën e Kiametit insha Allahu Teala. Siç është zakon në këtë xhami që ditëve të shtunat jemi bashkë në këtë qursi, në këtë mexhlis të dijes, në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, në këto ditë të mëdha të këtij muajit, edhe sot para jush do paraqes një rregull kuranor i cili është i rëndësishëm për ta kuptuar atë dhe për të jetuar me të. Kurani të dashur vëllezër nuk është libër i cili lexohet vetëm për sevape. Ma shumë se kjo është libër që duhet na shërben si udhërrëfyes në jetën tonë. Nëpërmes Kur'anit ne i shohim shenjat në rrugë të cilat na orientojnë drejt Allahut dhe na çojnë drejt xhenetit. Nëse na e majmë Kur'anin në xhep, nëse na e lexojmë Kur'anin në mushaf, nëse na e shoqërojmë Kur'anin në xhami, ama në momentin që dalim prej xhamis, jetën tonë e orientojmë pa Kur'an, në jetën tonë ecim pa udhëzimet e Kur'anit, ti je i bindur se ajo që ti e bën me Kur'anin nuk ka me të ndihmu me shpëtu as në dunja as në ahiret. Andaj Allahu Dhu Gjelal kur foli për Kur'anin, tha dhalike l-kitabu la rejbe fi huden lil muttaqin. Kur'ani është libër i vërtet në të cilin nuk ka asnjë dyshim, është udhëzim, udhërrëfyes për ata që janë të devotshëm. Dhe tha Allahu Dhu Gjelal inna hadha l-Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Me të vërtet, ki Kur'an udhëzon drejt rrugës më të vërtet. Dhe jep myshde atyre që bëjnë veprat mira se do kenë shpërblime të mëdha te Allahu Dhu Gjelal. Andaj Kur'ani është libër udhëzimi, libër udhërrëfimi, libër i cili na tregon si me jetu jetën tonë. Edhe ne në këto mexhlise mundohemi që nëpërmes këtyre rregullave kuranore me tregu rëndësinë e jetësimit të Kur'anit në jetën tonë, zbatimin e këtyre rregullave të përditshme në jetën tonë. Sot kemi si rregull ajetin e 100 të surës Maide, ku Allahu Dhu Gjelal thot: "Kul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu." Thuaj, nuk janë të barabarta e keqja e prishta me të mirën me të këndshme. Asnjëherë nuk ka mundësi me qenë njëjtë e keqja me të mirën, e prishta me të ndretshme, e dëmshmeja me të dobishme. Edhe ky rregull është e vërtet absolute, e cila nuk ndryshon me ndryshimin e kohrave, nuk ndryshon me ndryshimin e brezave, nuk ndryshon me ndryshimin e vendeve. Ajo që është e vërtet në fillimin e Islamit,
ajo ka qenë e vërtet edhe në mes të islamit, ajo është e vërtet edhe sot, dhe ka me qenë e vërtet deri në kiamet. Edhe kundërta, ajo që ka qenë e keqe në fillimin e islamit, ka vazhdu me qenë e keqe në mesin e islamit, ka me qenë e keqe edhe sot, edhe në kiamet. Deri në kiamet. Edhe ajo që ne si musliman e kemi si detyrë dhe obligim, është ta kuptojmë shumë qartë edhe mirë, se nuk janë të barabartë e prishta me të ndreshmen, e keqa me të mirën, asnjëherë. Ato përër ka me pas dalim. Edhe shumë është më rëndësi, unë si musliman, a kam mendime të këqija, apo kam mendime të mira? A kam fjalë të këqija, apo kam fjalë të mira? A kam ndjenja të mirë të këqija, apo kam ndjenja të mira? A kam vepra të këqija, apo kam vepra të mira? Unë si musliman, për çdo ditë duhet me e llogarit vetveten mendimet e mia, ndjenjat e mia, fjalët e mia, veprat e mia, e pastaj në prizmën e kësaj me kuptu se ku jam une dhe ku është pozita jeme në fenë islame. Ulemat kanë thonë, el khabithu, që të më thonë e prisht, që është përmenë në këtë ajet, e neveritshme, khabith, dhe thotë e prishur, e neveritshme, e keqe, e gërditshme, që e themi na, që të më thonë? Thënë ulemat, ma yukrahu bisebe biridaetihi o khasasetihi. Çdo gjë që uren njeriu për shkak se është e poshtër edhe do thot e jo kualitative, e prisht. Edhe na nuk e dojmë, e urejmë. Për shembull, çka do qoftë prej mallit që prishet, ti e zbret çmimin se nuk e ka çmimin e mallit të mirë. Çdo gjë që dëmtohet ose është e pavlefshme, ti nuk i qef më marrë me te. E ignoron, e çvlerëson, nuk të pëlqen nëse dikush mundohet të prishtën me të adhonë ty, e të mirën me majtë për vete. E shef sa njëri është kurnaz. Edhe kjo sjellje fatkesisht o vllazni, me ndodh mes njerëzve është shumë e keqe. Ama me ndodh mes njerëzve dhe Zotit Dhul Xhelal është edhe më e keqe. Çka ndodh? Kur vjen puna e zekatit, Allahu Dhul Xhelal atyre që u ka dhënë pasuri, ato kanë kapital, kanë mall, kanë pare, kanë ari, kanë objekte. Edhe kur vjen puna me dhënë zekatin, zakonisht ata tregtarë që punojnë me tregti e shofin mallin që nuk u shitet e japin zekat. Mallin që është afru, mi s'ka du afati, e japin zekat. E i themi në Allah, ka dal. Çka i tu bo? Ka don ti me mashtru? Tja kujton që ka me të ka përci kjo? Kur nasi njerës, kur na thirë dikush një iftar, e bëjmë vlerësimin që ki iftar, a është për atyre 10 eurove, a është për atyre 15 eurove, a është për atyre 20 eurove. Edhe kush ka pasuni mundohet me ofru ofertën e iftarit 20, 25, 30 euro, me kallëzu se Allahu më ka dhonë pasuri. Do të para njerëzve mundohesh me dhonë më të mirën për shkak pozitës që e ki. E Allahut me dhonë bërlokin, ajo që nuk shitet, ajo që nuk shkon. O njeri, reflekto, ktheu me të vete, mendo ma mirë. Kështu nuk shkon. Nuk është mirë për ty, se Rabbul Alemini është Ghaniun Hamid, është i pasur, nuk ka nevojë për pasurinë tonë. Ai nuk ka nevojë për pasurinë e asnjërit prej neve. Ama ti ku ta jap zekatin, thua, ani besë kjo i sos punë fukarave. I sos punë fukarave, po ti si t'ja dhon zekatin fukarave. Je t'ja dhon Rabbul Aleminit Allahut. Edhe andaj, o epe më të mirën tonë që e ki, o mendoj e mirë këtë punë, se çka t'japsh, atë do e fitojsh për Allahut. Nëse të prishtën pavlefshmen, ajo që në këshitet jap Allahut, ashtë do marrësh për Allahut u gjelar. Andaj, t'jemi të sinqert o vllazni.
Jo veç mes neve, po t'jemi sinqert edhe me Allahun dhu xhelal. Këtë kina me vdek një ditë. Ato që i kina mendu, edhe ato që kina pas të mshefta në gjoksin ton, këtë kanë me danë shesh. Kur gjës jetë e msheft? Para Allahu dhu xhelal sigurisht. Po edhe të tjerët kanë me pa në regjistrin e veprave tona, krejt ato gjëra që na i kina mshef, të Allahu kanë me dalë mejdan. Andaj e kemi thonë dhe do e themi vazhdimisht. Parimi më i rëndësishëm në fenë islame është raporti i sinqertë jon me Allahun. Ti mundesh me mashtru ka dush, mundesh me ushtir para kujt dush, ama mos gabo me tentu me mashtru Rabbul Alamin. Se del huq, se nuk je arin, se del shumë keq. Si kjo i vjen për shembull kur shkosh ti në dogan, dogana ka skenerin më të ri, që këtë që kinë qante në kufer e skenon mirë, e i thu shka ki a ki diçka për me lajmëru, thu jo s'kam kur gjo. A ti e din se e ka skenerin më të ri, e kur ta shtje kuferin skener, këtë i del që ki. Edhe kur ta shtje kuferin skener, edhe del se ti ki shumë se në që është dash me lajmëru, a i thot doganieri pse bës kallëzën. Ka do me mashtuti, ka do me ka përti. Ti e din se kina me shtin skener. Tu e di ti që ki mal, që dush me lajmërue, tu e di që a i ka skener, që krejt që ka kin kufer, ja qëtë në ekran, e rejnë, atëre dënimi për ti boti dy fisht. Kjo është mes njerëzve, të ndunjo, para mendoj me Rabbul Alamin, i cili edin atë që e fshehim dhe atë që e themi. Andaj ulemat kanë thonë, puna e khubthit, khabith, është çdo gjë që e uren njeriu pse është e pavlefshme, është e parëndësishme, edhe nuk ka, do thotë, çmim ajo punë. Pa marrë parasysh a ka të bën me gjëra materiale, a ka të bën me gjëra morale dhe kuptimore. Andaj çdo fjalë ka mundësi me kon e keqe, e prisht, edhe ka mundësi me qenë e mirë edhe e ndrysht. Çdo besim, bot kuptim, ka mundësi me kon i prisht, i keq, e ka mundësi me kon i ndrysht edhe i mirë. Andaj fjalët edhe veprat edhe gjërat që na i ndjejmë, të gjitha ato, o do jenë të mirat të cilat i don Allahu dhe i pëlqen ato, o do jenë të këqija të cilat i uren Allahu dhe nuk i pëlqen ato që i don dhe i pëlqen çojnë selamet në shpëtim, në dunjë në ahiret, e ato që nuk i don Allahu dhe i uren çojnë shkatrim në dunjë në ahiret, çojnë xhehenem. Andaj Allahu dhu xhelal në surën Anfal ajeti 37 thot: "Wa yaj'alu al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam." Keqen, prishtën, Allahu dhu xhelal e grumbullon njërën përmi tjetrën, edhe e shton, e bën sasi të madhe, pastaj të gjithë atë e gjun në xhehenem. E keqja o vllazni, le tjetë sa tjetë e madhe. Le tjetë sa tjetë e fort, e prishta, nuk ka vlerë, nuk ka dobi. Andaj kur na prishet neve një mall, me qenë një magazin i madh, i themi badjava, e jap, si themi në gjuhën e këtuit popullore, poshtë zështë. E jap me çmim të lirë, se ani pse është magazini i mosh, se s'ka vlerë. Ashtu është edhe fjala jon, edhe mendimi jon, edhe botkuptimi jon, edhe veprat tona, prishtat, këqijat, letjen sa të jenë të mëdha, ato nuk kanë vlerë, o vllazni. Nuk kanë vlerë te Allahu dhu xhelal, po edhe te na. Edhe te na, për shembull, fëmia si fëmijë, me aqu një lodër shumë të lirë që më njerë thejet, i dhënohet. Do të çam ke pru më kështu lodër të prisht. E më jo më i rrituri. Se cili njeri sot din, ka shije, ka informata, e din se një dhurat sa kushton, çfarë vlere ka. Se cili për neve e din se një dhurat lulës plastikës më nuk shkon se ka lullet taze, lullet treja. Nuk shkon më dhurat me ka lullet plastikës, plastik pikine. Njerëzit i din senet. Edhe andaj nëse do të ti kanë me ndëru, o ndëroje si duhet, o iq më sullodhë se del keq. Kjo mes njerëzve, po me Rabbul Aleminin o vllazni. Andaj nëse nuk i bëjna punë tona, me fitu kënaqësinë e Allahut, me sinqeritetin më të madh, me dhon më të shtrenjtën dhe më të dashtën që e kemi na për Allahun xhalal, nuk mundesh me fitu pozitë Allahu subhanahu wa taala. As te njerëzit.
As e njerëzit. Nëse do ti me ju afru dikujt, një kryeministrit, një ministrit, mundohesh dhuratë shumë të shrejnte dhe shumë të shmueshme me i dhonë ati. Se ai nuk ka përcen me atë me pak sene. Nëse ka përcen një hoxh me 50 euro, një kryetar komune, një drejtor urbanistike, një ministër, nuk mundesh me ka përcen me 50 euro. Ati, do më dhonë, me 10.000 euro duhet me konë dhurate për me mujtë me hinë muhabet e masënen pazarin me po. E tash, duhet me kuptu qartë edhe mirë. O jep të mirën, edhe të pranohet, edhe të shumë fishohet si shpërblim, o nëse me ndonë ti me mashtru Allahun me atë mbeturin që ka mbet të ti, dije se nuk kalon ka Allahu Dhu Gjelal, po edhe gjithashtu nuk fiton për saj as në dunjo, as në ahiret. Andaj, sikur se puna e të shëmtumes, e të prishtës, e të keqes, ashtu edhe puna e të mirës, e të bukurës, e të dobishmes, janë të gjitha fjalët, mendimet, ndjenjat, veprimet tona që i bëjmë, duhet me qenë të mirat, dobishme, në përputhje me atë që e donë Allahu dhe me atë që është i kënaqur Allahu me te. Andaj, nuk mund të jetë e barabartë imani me kufrin, as adhurimi me gjunahin, as banorët e xhenetit me banorët e xhehenemit, as punë të mira me punë të këqija, as malli haram me mallin halal. S'ka mundësi me kënd barabarta. Kështu ulemat e kanë bërë tefsir këtë ajet kuranor. Do thot na duhet jemi të vëmendshëm edhe të kujdesshëm që ta kemi parasysh se harami, e prishta, e dëmshme, e keqja nuk ka rëndësi sa është me sasi, sepse ajo s'ka kuni farvlerë të Allahu Dhul Jalal. Andaj në vazhdimin e këtij ajetit surës Maida ajetin 100, thot Allahu Dhu Gjallë, kul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratu al-khabithi fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Nuk barazohen e prishta me të ndretshmen, e keqa me të mirën, edhe nëse të pëlqen ty sasia e madhe e të keqës. Tash ky ajet, kjo pjesë e dytë e këtij ajeti na bën është një isharet shumë i rëndësishëm se na të gjithë, edhe hoxhallarët, edhe xhamati, shpesh edhe sfidohemi me sasinë e madhe të keqës, të prishtës, të dëmshmes. Edhe kanë herë na thu, i themi vetvetes, ta bëj që këtë qarkullim me të keqet, të bëj pare shumë e masën e kthena me të mirë. Ta bëj këtë punë me të keqet, marë pozit e masën e kthej me të mirë. Ta bëj këtë hile, ta marë një vend të rëndësishëm e pasaj e kthej me drejtësi. Thotë Allahu Dhu Gjelal, nuk mundet me qenë e barabartë e keqa me të mirën, edhe nëse ty në momentet caktuar të pëlqen e keqa. Ose sasia e madhe e të keqës, kathratul khabith. E themi na shpesh edhe kur folim për hakin, për të vërtetën, për drejtën, o hoq, po lënë be këtë mohabet se kufri sot e ka në dorë. Aha, ata i kanë ushtrit, ata i kanë armatimin, ata i kanë parët, ata e keqja sot është të dominuti, lënë atë mohabet. S'mund është ti me fitu. Unë i themi, s'është kjo e vërtetë, o vëllazë, se fundi i lavdishëm i takon atyre që janë të devotshëm. Këtë mesele e sqaruam në javën e kaluar. Fundi i lavdishëm u takon atyre që janë të devotshëm. E kjo dunjë nuk është 10 vjet, 20 vjet, as 50 vjet, 100 vjet, as 100 vjet, 200 vjet, as 500 vjet, 1000 vjet. Kjo dunjë është me mijë vite. Edhe në të gjitha etapat historike, etapat kohore historike, me gjithë përleshje së randë mes vërtetës edhe të kotës dhe fazave të ndryshme në këtë përlesh mes fitores edhe humbjes, në fund përsëri ka fitu e vërteta. Tjeni të bindur në vllazni. Muslimanët Mekë ishin pak, i lanë shtëpiat, i lanë familjet, e lanë pasurin, shkuën Medine, ishin jabanxhi, ishin të huj. Mas 23 vjetëve, tamam para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dominoi Islami edhe në Mekë, edhe në Medinë, edhe në rrethin. E në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu përhapi Islamin këtë gadishën arabik. E në kohën e Omerit radhiyallahu anhu prej Maroko e deri në Kinë u përhapi Islami. E kuptoni, e disa vjet i vjen kjo. 23 vjet ishte pejgamberlloku. 13 Mekë, 10 Medinë, 23. 2 vjet ishte halife Abu Bekri, sa u bon?
25. 9 vjet ishte Khalifa Omeri, sa u bon? 34 vjet. Për 34 vjet Islami prej Mekë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndilkej pi shtëpie nga lufta e armiqve të vet, e muslimanët rrifeshin e vriteshin në Mekë në vitin e parë, për 34 vjet Islami dominoi prej Maroko deri në Kinë, kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Edhe muslimanët Mekë kur ishin nuk e besoshin se kanë me fitu ndonjëherë, se ishin pak. E qafiret ishin të fortë dhe të mëdhej. E thike Khabab ibn Arti radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Mekë, me gjitha ato probleme që kishte ardhur në hijen e Qabës. Pushojke. E Khababi radhiyallahu anhu i stresum, i shqetësum nga maltratimet, tortura që ja bëshin mushrikët e Mekës muslimanëve. Rrefket, vrajat, merja pasurinë atij, do thot maltretot tjetrin. Këtë muslimanët kishin probleme për çdo ditë. E i tha Khababi radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa ai shtrim në murin e Qabës në hije, tha ja Rasulullah, ela tadullah lana, ela tastansirullah lana, pse nuk e lut Allahun për ne? Pse nuk lip ndihmë të Allahu për ne? Marum, s'po kena fuqi mo me duru, na usos sabri. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi në këtë hadith se sprovat janë zakonshme për muslimanët, për besimtarët, mirë po, mas tyre sprovave, Allahu ka me i sjell fitore muslimanëve, sa që ka me dominu islamin nga dishun arabik, sa që në periferin, qoshin më të largët të gadishut arabik në Yemen, kanë me ecë njerëzit pa u frikë prej askujt, përveç prej Allahu dhu xhelal dhe ujkut për dhënë të veta, walakinnakum qaumun tasta'jilun, por ju jeni njerëzit që keni dëshirë me i përshpejtu rezultatet dhe proceset. Andaj, shtet ju Allahut, edhe jeto si musliman, kemi i gëzuar mirat e Zotit në dunjë dhe kemi gëzuar mirat e Allahut në ahiret. Dhe ummeti islam, megjithëse sot është i përçam, është edhe i dopt, ai ka me triumfu për shkak se i ka dy të mira që ja ka dhënë Allahu dhu xhelal. E para ja ka dhënë fenë islame, e cila fe e ka mbrojt familjen dhe ka akoma ummeti islam përgjithësi ka rini të shumt edhe të shëndetshme. E ardhmëria i takon atyre popujve që kanë rini. Elhamdulillah populli islam kudo që është, edhe këtu te na në Ballkan, muslimanët hala bëjnë fëmijë edhe kanë rini. Kjo është e para. E dyta, atë që ka dhënë Allahu ummeti islam është pozita geostrategjike që e kanë në botë, është kërthiza e botës, është lindja e mesme me të gjitha të mirat që va ka dhënë. Jo vetëm nafta që dihet, po edhe shumë metale dhe zehe që akoma janë zbuli me sipër, shumica e tyre gjenden në këtë zonë, në këtë rajon. Edhe njëra prej arsyeve pse sulmohen musliman në këtë vend është më kjo, se ata e kanë fenë, nuk lejojnë atyre me udhëheq jetën atyre me fenë vet, me fenë islame, me pas kushtetuta ndërtuara mbi fenë islame, e ligje politike mbi islamin, nuk i lën. Edhe dyta, atë pasuri që ka dhënë Allahu, ata mundohen me agresivitetin e tij, e tyre me mendjemallsinë e tyre, me arrogancën e tyre, me ja glabru, me ja vjedh, me ja plaçkit format e ndryshme, siç kanë bërë ata tash 3-4 dekada me ato pasuri që ka dhënë Allahu dhe atyre popujve në lindjen e mesme. Mirë po, Allahu dhu xhelal pasi e ka dhënë këtë fejë në atë vend, edhe ka mbejetu të gjitha peripesit, ka mbejetu edhe këto peripeci, dhe atë pasuri që ka dhënë, ka mu bo shkak që Allahu dhu xhelal me endimu zhvillimin edhe ngritjen e islamit dhe kthimin e atij populli dhe ummet islam përgjithësi te feja Allahut subhanahu wa taala. Andaj, edhe nëse të pëlqen sasia e madhe e të keqes, dije se ajo fundin e ka në xhehenem, fundin e ka poshtrim këtë botë, edhe në poshtrim kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse Allahu dhu xhelal çka thot wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika. Se të mirat, të këndshmet, të ndretshmet, ato janë të përhershme, edhe ato do thot janë më të mira te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu besimtari e din se
jeta e mirë e tij në këtë botë i vjen si rezultat i mendimeve të mira, i besimeve të mira dhe veprave të mira. Këto i japin atij jetë të këndshme, siç tha Allahu Dhu Xhelal në surën Nahl ajeti 97, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kushdo që bën vepra të mira dhe është besimtar, qoftë mashkull apo femër, ai njeri ka me jetu jetë të këndshme në këtë botë dhe atë do e shpërblej me shpërblime më të mira se sa punët e tij që i ka bën këtë botë. Andaj jeta e këndshme në këtë botë, jeta e rahatshme në këtë botë vjen si rezultat i imanit të vërtet, imanit të thellë, imanit të sinqert që duhet ta kemi në zemrat tona dhe veprave të mira të cilat do e mbushin jetën tonë. Atëherë kur do kemi fjalët e mira, mendimet e mira, ndjenjat e mira, emocionet e mira, veprat e mira, atëherë padyshim do jemi të mirë që neve na takon me kohën banor të xhenetit, siç tha Allahu Dhu Xhelal, alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, atyre që kur va morën shpirtin melaqet duke qenë njerëz të mirë. Ande kush jeton mirë, edhe vdes si i mirë, e kush vdes si i mirë, ringjallet të Allahu Dhu Xhelal si njeri i mirë. Si rezultat i këtij rregulli të dashur vëllezër, edhe pak shkurtimisht, ky rregull na mëson dhe insiston që secili prej neve t'ja ketë gajle rrezikut të tij, a me halal, a me haram me fiton. Punën çfarë e bën? Situatën në cilën kalon. Krejt çka bën ai për me grumbullu pasuri, duhet me qenë shumë i kujdesshëm, edhe i vëmendshëm, a është halal, a është haram. Gratë e devotshme përpara, kur dilke buri në saban në punë, i thëshin, i jepshin këtë porosi. Shumë porosi madhështore që kemi nevojë na me mësu grave tona, e ato me na i kujtu neve vazhdimisht. I thëshin gratë e devotshme të asaj kohe burrave të vet, o burr, shife ku e fiton rrezikun tan. Shife ku e fiton rrezikun tan. Mos na bjerë kafshat haram shtëpinë tonë. Pse? Se malet e kena me duru urin, se me duru zjarmin e xhehenemit. O lazi, këto kuptime sot më mungojnë në shtëpiat tona. Gratë tona këshirin veç luksus, nuk i intereson ka e merë t'ja halal haram. Ti veç bjerë këtu senet bukura, senet mira. T'kemi na komoditet, t'kemi na saltanat, t'kemi na knatësi, shëtitje, dëfrim, argëtim. Ka e fiton puna jote është. Jo, gratë e devotshme atëherë kanë thonë, edhe tash duhet me thonë, o burr, shife kana e berë bukën në shtëpi, kana e berë furnizimin në shtëpi. Këshire djetet halal, se pasha Allahun ma me lehtësi e durojmë varfnin edhe urin. Së është me rëndësi unë a kam teshat shtrenjta as kam. Së është me rëndësi unë a kam pare me bo shtetitje këtu edhe ati. Së është me rëndësi qëfar keri voziti. Së është me rëndësi qëfar saltanat e kam. Se kjo dunjo kalon o vllazni. Këto janë sfida që gjithë na i kemi. Secili prej neve për çdo ditë ballafaqohet me këto sfida nga familja, nga gruaja, nga fëmijët. Edhe shpesh herë bën këto presione sebeb që burri i shkretë i ngrat, tu mos me mujt me halal me fitu, me ia dhon vetes të drejtën edhe me haram me përzit pasurinë e tij. E i theke se ma me kollajllëk, ma me lehtësi e durojmë varfnin e urin se sa zjarmin e xhehenemit. O vllazni, kam përshtypjen se të shumë hoxhallar edhe të shumë besimtar sot nuk i lën përshtypje përmendje e xhehenemit hiç. Na duket neve vetja sikur se e kemi garantuar na xhenetin. Edhe e kemi garantuar na shpëtimin. Edhe për ne ma shumë kemi tut për një inspektorit, për një dënimit komunikacionit, për një thirrjes në gjyq, për një devalvimit të vlerave të pasurive që i kemi na, se sa daljes para Allahu Dhu Xhelal dhe llogarisë para tij. O vlla, 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet shkojnë shpejt. Edhe ai që është fukara, edhe ai që është zengin, fund krejt një gotë kanë me shiju, nga një gotë kanë me pi. Është gotë e vdekjes. Këtë vdekjen kanë me shiju. Ama jeta pas vdekjes o vllazni është pa fund. Mojnë e men.
Kush fiton xhenetin pa fund shkon xhenet. E Zoti na rujt. Kush e meriton xhenemin gjatë ka me nejt në xhenem derisa del pi xhenemit nëse është besimtar. E nuk shitet ahireti për dunja, vëllazni. Nuk shitet xheneti për çfarë do lloj kënaqësie të kësaj bote. Njeri i mençëm, i cili s'është mashtruar me mashtrimet e shejtanit, i cili s'është mashtruar me mashtrimet e kësaj bote, e kupton se nuk ja vlen këtë jetë kalimtare për me jetu mirë në këtë jetë kalimtare me sakrifiku ahiret afat gjatë. Wallahi wa billahi, mas me konë friga për Allahut, edhe dashuria për xhenet, edhe friga për xhenemit, askush për neve s'kishte me qenë besimtari i mirë. Ama dashnia për Allahun dhu xhelal, e dashnia për xhenetin dhe friga për ahiretit dhe xhenemit duhet me konë ajo që neve na man besimtar të mirë, devotshëm e sinqert, edhe këshirin si e fitojmë rrezikun me halal apo me haram. Nëse kështu nuk e vazhdojmë jetën tonë të dashur vëllazër, shumë shpejt vjen dita ku do bëhemi pishman. Secili prej neve, edhe hoxha dhe xhamati. Edhe kanë ja lejteni qaddamtu li hayati. Kena më thonë, kisha kontribu ma shumë për këtë jetën e vërtet, jetën e ahiretit. U mashtrova të vrapu pas dunjas. U mashtrova të grumlu pasuri. Elhakumut takathur. Ju mashtroj juve vrapimi për të grumlu pasuri dhe për të shtu me pozit e pushtet. Hatta zurtumul maqabir, derisa erdhët me vizitu varezat. Atëherë këtë na kena më bo pishman. Pse su vetë disu më harët? Pse su këthim më harët? Pse se dashtëm Allahun ma shumë? Pse nuk bënëm punë të mira ma shumë? Pse nuk u largum nga harami më harët? Pse nuk e ndryshum shoqërinë e keqe më harët? Ama krejt ato dëshira kanë me qenë dëvonshme. S'ka me pas mundësi kur gjon për asaj që kena me dëshiru më realizu. Pse? Kella. Thëtë Allahu asesi. Innaha kelimetun hua qailuha. Ka me dëshiru njeri më këthin këtë botë. Edhe ka me kërku këtë gjon. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, ama ka perë dhe nuk e lënë më kthi prap. E ky Ramazan vllazni duhet me konë mundësi e vërtet edhe sinqert që na me izbut zemrat tona. Me i dridh zemrat tona. Me rënqeth trupin ton nga dashnia për Allahu dhu xhelal, për Allahu dhu xhelal dhe nga friga për i ti dhe madhnisë e ti. O vllazni, nëse i dhënohet një njeri i rëndësishëm në familje, këtë familja shohin çka do ndodhe. Nëse i dhënohet një ministër edhe merr masa rigoroze, këtë qyteti trazohet. Po nëse i dhënohet Allahu dhu xhelal, a ish nuk mërzitemi edhe nuk friksohemi se çka ka me ndodhë me neve. Shumë larg e çojmë vendimin e Allahut. Shumë larg e çojmë pozitën e Allahut për jetës tonë. Sikurse dojna me thonë praktikisht, Zoti s'merret me neve, s'ka vakt më marr me neve, ka punë të veta. Jo vallah. Ai këtë dunjë ka kurdis që ai me fuqinë absolute që ka, me dijen absolute që ka, me mëshirën absolute që ka, me kujdesin absolut që ka, me informatat absolute që ka, me krejt kapacitetet që i ka, Allahu dhu xhelal i ka absolutikisht të gjitha të plota, merret me ne dhe jetën tonë dhe jetën e këtë botës. Kule jomin hua e fi shan, gjdo dit ai merret me ne dhe gjendjen tonë. Edhe të mirin e shpërblen edhe qënë për para. Të keqin e ndëshkon dhe ja hum shijen e imanit, ja hu knasin e jetës, e në fund normalisht e për dhe fund të kesh këtë botë. Dhe bëjmë dua o vllazni që Allahut na e pranon punët e mira, na i falë gjunohat tona, na i pastron zemrat tona, na i zbut ato, na i mush zemrat me dashni për Allahun xhelal, me frikë respekt ndaj madhnisë së tij, na i mush zemrat me dashni për xhenetin e gradat e larta të tij, e të na i mush zemrat me frikë nga xhehenemi dhe dënimet e dhimbshme xhehenemit, e të na mundson që të dalim nga ky Ramazan me gjunohat të faluna, me shpirtna të liruara nga zjarmi i xhehenemit, me shpërblime të mëdha e me gëzim të madh, edhe në iftar, edhe në bajram, e me gëzim të madh edhe ditën kur dalim para madhnisë së tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.